Dhe të mund trupi gjykues, pas këshillimit dhe votimit, në përfundim se konformenit 258 i kodit të procedurës penale, merr akt vendim dhe hapet shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje penale me qëllim të grumbullimit të provave dhe fakteve tjera. Krejt kjo bëhet me qëllim të vërtetimit të plot dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje penale. Seanca e ardhshme do të caktohet në momentin kur bëhet sigurimi i provave materiale. Ky është qëndrimi i trupit gjykues. Mirupafshim.